Ceremonia e qeljes sezonit turistik në Dropull përbën gjithmonë një eveniment festiv për komunitetin e kësaj njësie vendore. Si vjet, u përzgjoll sheshi paravatës së kulturës në fshatin Grapsht në njësisë administrative Dropulli i Poshtëm për të zhvilluar aktivitetin me një dekor të thjeshtë, por me shumë ngjyra tradite. Drejtuesit vendon në këtë ceremoni mëshuan prezantimit të kapaciteteve të hotelerisë në Dropull dhe Pogon, me 11 bujtina dhe 5 hotele. Sot kemi dhe një prezantim të bujtinave që janë hapur deri sot në të gjitha fshatrat e Dropullit, nga Pogoni deri në Sotir. Thanas Naka është nga të parat që ngriti bujtinën e tij në Poliçan të Pogonit. Kemi një 5 vjet që kemi dy bujtina në Poliçan. Kam në shfrytëzim të punës së turizmit, që na vijnë turistat nga të gjithë vendet. Një nga bujtinat më të reja është ajo e zonjës Ana Bollo Çobani, në fshatin Goris të Dropullit të Poshtëm. Ndërtimet kanë filluar para 5 muajsh dhe tani kemi 1 muaj që e kemi hapur bujtinën. Vizitorët kanë ngelur shumë të kënaqur dhe kënaqen shumë nga pamja që kemi në fshat, nga çdo gjë, nga gatimet. Promovimi kulinaris i projekteve të realizuara dhe të fituara nga fondet e Bashkimit Evropian, si dhe veshjet tradicionale së bashku me muzikën popullore, i dhanë ngjyra festive ceremonisë së zhvilluar në diell të fortë dhe me temperatura shumë të larta.